të ftuar nderi kemi sot mjekun e njohur dhe themeluesin e qendrës shëndetësore Intermedica në Saran, zotin Vasil Llajo. Së fundmi ai ka zgjedhur të bashkohet politikës duke përfaqësuar Partinë Socialiste si deputet në qarkun e Vlorës. Zoti Llajo, çfarë ju motivoi të futeni politikës dhe pse pikërisht tani? Po mendoj mbas një karriere kaq të gjatë mjekësore, ka ardhur momenti që të jap dhe unë kontributin tim në sferën sociale dhe shoqërore, në sferën e qytetarisë, dhe pse jo në gjithë zonën në të cilën unë e kam shkelur atë gjatë gjithë viteve të mia të punës si mjek. Dhe mendoj që është momenti sot që së bashku me qytetarët e mi të ulem dhe të kontribuoj për këtë qytet që unë këtu kam lindur, këtu jam rritur dhe këtu kam dhënë gjithë kontributet e mia mjekësore. Me qenë se ra fjala për qytetin tuaj, cilat janë prioritetet të cilat ju i keni vendosur vetes për zonën e Sarandës, Konispolit, Himarës, Finiqit dhe sigurisht minoritetit grek? Patjetër që prioritetet janë në programin e partisë për të cilën unë përfaqësoj, por ka dhe shumë probleme të tjera të qytetarëve të Sarandës, të cilat nuk janë në fushatë elektorale dhe unë pikërisht për këtë jam këtu që të marr ankesat e qytetarëve, të marrë problemet e qytetit, të marrë problemet e zonës dhe së bashku me faktorët e pushtetit lokal dhe me faktorët e pushtetit qendror të zgjidhin këto probleme të cilat shpeshherë kalojnë ose anashkalojnë nga fushat elektorale, sepse nuk paraqiten në programin e partive, se programet e partive shpeshherë janë kombëtare. Por unë jam këtu të shërbej qytetarëve me ato problemet e tyre që janë të përditshme të ekzistencës së qytetit apo edhe të zonës që tham të Bashkisë së Finiqit, Konispolit dhe Delvinës. Me Partinë Mega, që është pjesë e përfaqëson minoritetin, i kemi marrëdhëniet e shkëlqyera, kemi vendosur të bëjmë një bashkëpunim shumë të mirë dhe në bashkëpunim me Megën dhe me Partinë Socialiste të marrim maksimumin e votave në atë zonë, se ajo zonë ka dhe problemet e veta për të cilat unë do të jem pjesë e shtrimit të këtyre problemeve dhe pse jo edhe e zgjidhjes së problemit që ka kjo zonë. Por nuk dua të ngelem vetëm në zonën e minoritetit. Unë jam një djalë i cili çamërinë e kam shkelur me këmbë në vitet e rinisë time kur mbarova mjekësinë. Sapo mbarova mjekësinë, stetoskopin e parë si mjek, unë e kam vënë në markat. Dhe këto janë kujtime të cilat nuk harrohen. Unë kam qenë një mjek që në zonën e Çamërisë kam treguar sa i kanë dashur ata njerëz dhe sot unë pres atë, si më thën, kundër përgjigjen e tyre për atë dashuri që kam dhënë të më japin po të njëjtën gjë. Ju keni patur një karrierë të gjatë si mjek. Në çmë mënyrë ju do të sillni një zhvillim në sektorin e shëndetësisë? Patjetër që problemet e sektorit të shëndetësisë janë të tilla që shpeshherë duhen zgjidhur, por më lëni që të filloj fushata, të shpalosen programet e partive dhe të jeni të sigurt aty ku ka mangësi unë do t'i prek, nuk do t'i lë pa i trajtuar. Qyteti ka shumë probleme të cilat unë do t'i trajtoj me pushtetin lokal dhe me pushtetin qendror për t'i zgjidhur këto probleme. Dhe një nga problemet e mëdha të qytetit që i dhëm qytetarëve janë trojet për të cilat janë ndarë në mënyrë pasazhimi, si më thon. Vinte një kryetar bashkie i ndante, vinte një tjetër i anullonte, i ndante prapë dhe me radhë. Dhe ka mjaft qytetarë që i kanë thjesht si dokumenta në shtëpi, por trojet e tyre nuk i dinë sepse ose është bërë padrejsi në vitet në vazhdim nga pushteti lokal, ose organizimi jo i mirë i këtij pushtetit nuk ka dhënë mundësinë këtyre njerëzve të gëzojnë atë çka ata e kanë marrë. Megjithatë, unë besoj me bashkëpunim me pushtetin lokal dhe në bashkëpunim me pushtetin qendror, këto gjëra unë do t'i trajtoj dhe do mundoj të bëj maksimumin për t'i zgjidhur. Unë do të kem kurajon ta ngrej këtë problem. Nëse të tjerët i anashkalojnë ose përtypen jo, po kjo jo, unë nuk erdha në politikë. Nga politika. Unë erdha në politikë, do përfshihem politikë si mjek, si profesionist dhe do të vazhdoj dhe si qytetar i Sarandës. Dhe do të vazhdoj të trajtoj problemin për qytetar dhe me qytetëri.